njëherë pasi të përmbyll këtë pikë ku jam, por nuk kemi lirin që pasi negociojmë të diskutojmë. Që të thot, negociatat mbi një draft që hynë në të gjithë mekanizmin e gjerë dhe kompleks të arkitekturës së ligjit evropian, negociohet me Komisionin, i imponohet qeverisë dhe vjen në parlament. Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. Sepse që t'i hymë diskutimit të një ligji të tillë, duhet më parë të ridiskutojmë a duam të hymë Bashkimin Evropian apo jo. Dhe këtu kam një tjetër shembull për të dhënë. Me të drejtë, disa shokë dhe kolegë këtu bëjnë gabimin që bëja unë deri kur e mësova, që nuk duhet bërë. Marrin një draft që vjen nga qeveria pasi është dakordsuar me Komisionin përmes skuadrës negociatore dhe fillojnë i referohen vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shiko se Franca nuk e ka kështu, Gjermania nuk e ka kështu, madje as Kroacia nuk e ka kështu, dhe pse ta bëjmë ne kështu. Miqtë e mi, këtë gjë po e ndaj me ju si eksperiencë dhe duke shpresuar që ju e dini që unë nuk jam lehtësisht i përthyeshëm, ju ftoj që t'jeni të gjithë përthyeshëm në këtë pikë. Sepse kur ngrihet kjo pyetje ose ky pretendim që ne nuk duam ta bëjmë këtë kështu sepse ne duam ta bëjmë si Franca, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Që ta bëni si Franca duhet jeni Franca. Ju jeni Shqipëria. Nuk kemi kërkuar ne që ju të vini të bëni pjesë e familjes tonë. Jeni ju që keni kërkuar dhe ne jemi shumë të lumtur të kemi pjesë familjes. Po për ju kemi kushte.